Objekti i ri gjimnazit Sami Frashëri në Kumanov ende është në ndërtim. Pak punëtor pam duke punuar te godina ish kazermës, ndonse autoritetet thonë se po punohet me intensitet të lartë. Në pritje të objektit të ri, nxënësit e shkollave të mesme tani 20 vite po mësojnë në kushte të këqija. Anekset e shtuara në 12 vitet e fundit në pjesën e pasme të objektit më tepër i ngjajnë një depo magazine. Drejtori i gjimnazit Nagri Rexhepi tha se vazhdimisht kanë dërguar ankesë drejt komunës dhe Ministrisë së Arsimit, nga që objekti ndahet edhe në paralele teknike dhe një pjesë e tyre mësojnë edhe nëpër objektet modulare. Por as paralelet e gjimnazit nuk i plotësojnë as kushtet bazike. Vetëm gjimnazi ka 28 paralele me gjithsej 565 nxënës, të cilët mësojnë në 2 turne nga viti i parë deri në të 4-tin. Nuk i plotëson kushtet, por me që ishim përkohësisht, do të përkohësisht ishte në rregull, do të punonim një vit, 2 apo sa do të zgjaste kjo. Përndryshe kushtet nuk i plotëson sepse klasat nuk janë adekuate, hapësira nuk kemi, sallë sporti nuk kemi, kabinete nuk kemi asnjë, është i ngushtë si hapësirë, obor nuk kemi, jemi drejt në bulevard. Kështu që kushtet për një shkollë normale, një shkollë të mesme nuk i plotëson ky objekt, por me që ishim përkohësisht, ne kemi punuar kështu. Në objektin e ri janë parapar kabinetet, klasat bashkohore, zyra administrative dhe fusha sportive të tjerë. Ministria e Arsimit thonë se objekti do të jetë gati në vitin e ri shkollor në shtator të 2026-s. Zëvendës ministri Lulzim Aliu tha se në 3 vitet e fundit ministria ka ndarë gjithsej 5.200.000 euro, por këto nuk mjaftojnë. Atje punimet janë thuajse ka fundi, planifikohet që brenda vitit 2026 Ministria e Arsimit t'ja transferojnë në ingerencë, në kompetencë komunës Kumanovës dhe më pas ajo të bëjë përfundimin dhe ta vënë në përdorim në vitin e ardhshëm shkollor. Dhe është pastaj detyrë dhe ingerencë e komunës për pajisjen dhe menaxhimin me objektin ndërtimor. Ne si ministri dërgojmë informacion në qeveri dhe atje sillet vendim që kjo t'i kalojë si pronë komunës. Dikur ishin ambientet e ish kombinatit bujqësor. Për një kohë të gjatë mbeti e papërdorur si një ndërmarrje shtetërore falmentuar, që nga viti 2004 ky objekt ishte ndërruar në shkollë të përkohshme, me ndarjen e paraleleve shqiptare nga gjimnazi Goce Delçevi Kumanovës. Për më shumë se 2 dekada u ndërruan shumë ministra shqiptar të arsimit, me premtimet e njëjta që do të gjendet një zgjidhje përhershme për nxënësit kumanovar të cilët ende po presin.